Transporti pa pagesë në Tetov pritet që të fillojë prej vitit të ardhshëm, por ende pa ndonjë datë konkrete. Premtimi ishte se në njërin nga seancat e para të Këshillit të Komunës së Tetovës do të jetë në rendite kjo pikë, por edhe gjatë seancës së 3 dhe të 4 kjo pikë nuk ishte në rendite. Ne jemi duke punu intensivisht, duke përgatitur dokumentacionin në kushtet e nevojshme se si do të funksionoj dhe mund të them se shpresojmë se viti 2026 do të filloj me transport publik falas në Tetov. Zëvendës kryetari i Komunës së Tetovës Albi Qamili tha se vendimi në fjalë do të merret së shpejti dhe se në vitin 2026 do të jetë realitet, ndërsa nuk sqaroi se përse në 2 seancat e ditës së enjte nuk ishte kjo pikë në rendite. Për këtë pjesë kemi dhënë një premtim në kampanjën zgjedhore se do të ketë një stacion të ri të autobusëve të transportit publik në Tetov, por ajo do të marrë pak kohë. Ajo që ka mund të them është se jemi duke punu intensivisht që transporti publik të jetë falas dhe viti 2026 duhet në filloj me transport publik falas. Për detaje tjera, donacionet nga qeveria, besoj do të jeni të informuar në vijim. Transporti pa pagesë në Tetov ishte një nga premtimet kryesore gjatë fushatës për zgjedhjet lokale dhe jo vetëm, pasi që kryetari i Komunës së Tetovës Bilal Kasami, edhe pas marrjes së mandatit, tha se ky premtim do të mbahet. Ai kishte premtuar se në njërin nga seancat e para të Këshillit do të jetë në rendite kjo pikë. Nga ndërmarrja për transport publik thonë se janë në pritje të vendimit të komunës, pas çka do të fillojë edhe zbatimi i këtij vendimi. Por edhe pse nga Komuna e Tetovës edhe nga ndërmarrja për transport publik thonë se ky projekt do të nisë së shpejti të implementohet, asnjëra dhe as pala tjetër nuk tregojnë se me çfarë mjetesh dhe si do të kompenzojnë humbjen që shënon kjo ndërmarrje që nga themelimi i saj. Krahas kësaj, nga Komuna e Tetovës thonë se janë duke punuar në atë drejtim që të ketë edhe një stacion të ri për autobusët, por për lokacionin ende nuk jepen detaje. Krahas kësaj nuk janë dhënë detaje as nga paralajmërimi për marrjen e donacionit nga qeveria të disa autobusëve të tjerë.